sepse edhe është rregull se çmimin e çdo produkti për shembull me zbritje do të jetë ose lart pjesës së çmimit ose poshtë, por asesi në pjesën brenda, sepse mos të duket çmimi paraprak, duhet të jetë çmimi me zbritje i caktuar, gjithashtu duhet të jetë edhe data e caktuar. Prej kur deri kur është ky çmim i zbritjes, sepse edhe nëse në programet e tyre, se zakonisht marketet apo bizneset arsyetohen se ky produkt ka qenë zbritje deri dje dhe kena harru ose kanë harru punëtorët. Po kjo përveç që është shkelje dhe mund të ankohen secili qytetar të inspektoriati i tregut, të inspektorët e tregut që janë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, nëse kanë pasur qëllim pronarët apo menaxherët e tyre, qëllim mashtrimet konsumojnë edhe veprën penale që është mashtrimi i blerësve. Pra shkelje qenka që edhe nëse gjatë një çmimi që është reklam, që është një çmim i lirë, nëse nuk është caktuar afati 50 ditë në cilën ditë që është shkelje apo? Po, është shkelje sepse ligji deciditivisht thotë se zbritja duhet të jetë e qartë për cilën produkt është zbritja, përveç saj duhet të jetë caktuar afati kohor prej kur deri kur, sepse aty krijohet konfuzion, sepse zbritja duhet të jetë për një kohë të caktuar, se nuk do të jetë pa kufi. Kështu që duhet jetë edhe distanca kohore për prej kur deri kur është ky mall në zbritje, ky produkt. Se kujtoj që kum pa një herë. A din që ka qenë i caktuar për kësaj dite e din këtë ditë. Po, se ç'është e din konsumator për shembull deri cilën ditë len aty. Nuk kusht kjo fizikisht kur të heksh edhe kur të qesh. Zakonisht e qesin këto, kurdo që e qesin është me zbritje dhe kurdo që e hekën nuk ka zbritje, por nganjëherë këto lojra ofrohen zakonisht prej marketeve të mëdha që duke u thirrën atë se e kena harru produktin me hek prej ose zbritjen me hek nga produkte dhe atje kur shkon ka është tjetër çmim, kjo është njëra ndër shkeljet më të shpeshta që ndodh.